Hajtë thuni që s'jam baksos, ju lutna. Nëse jam e motivume deri atëherë, s'kam shka me menu se është ideja mirë, s'po di. Pra afërsisht e kum ditë që ka lojna përfuni kauqet, ama mas kauqet nuk e di se çysh i ka gjujë. Kogja e nalt, unë jam 1.71. Se dhe kena me radhë në videon favoritin t'juj. Dhe tani e vazhdojmë kabinën. Inshallah, numër 1 nuk më qanë që kësh kam. Dhe përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it, mirë se vini edhe me një video të unë. Sot e kena me radhë në videon favoritin t'juj, definitivisht se di që i keni shumë qef kësi lloj video. Sot kena me pastru. Normal ka ata njerëz që ju kanë bë bajat këta video ose nuk i kanë qef edhe that's okay, në rregull është, ama unë nuk moj me ja u prish njerëzve që më përcjellin mu rregullisht, se qëta tipa videos janë ma të shumë të kërkuarit, nuk e di arsyem se nashti që më përcjellin nonat, gratë e shtëpis e të jë, nashti për këtë arsye, nuk pe di, po sot kena me pastru, si që thash. Jam në këtë banes për gjysës tetorit. Jo gjysës pa hajt 10 ditë para se mu përfundu tetori. Edhe me thënë drejten, përveç që kur kom hikë në banes që kom pastru ashtu krejt thellësisht, mo nuk e kom pastru. Ka ndodhë me pastru për shembull që dhomë që dit, ama nuk kom hi ma tani, vetëm këtë dhomë edhe që ato jam nal edhe that's it. Ose kuzhinën veç, kuzhinën e pastrojsha këto gjana tjera ju. Ose ka ndodhë këtë sa tjera i palojsha hajq ashtu sa me thonë që është këtë në regull edhe banjën tani e lojsha fell, nuk e ditash. Apo më kuptoni, po ma mërë menja që po. Kështu që besoj që ka ardhë koha për një pastrim të mirë, sidomos masi sot kom vendos me hik bredhin. Bredhit e one është pa mos gabofsha, unë nashti sot një muj, nëse s'jam gabem, nuk jam e sigurt, edhe veç mu ka bo bajat, me thënë drejten, nashti edhe krejtaj depresioni, ose krejt ato ditë që më konë sheltet të je, nuk e di shumë pa të bo bajat, i qyrë se në shisha, vetëm qërsha kur pe këthej aljen qërë dhe për mujtë me hi shpis krejt të ren, edhe të njëjtën rrug me hik bredhin. E tash, fillimisht, e nshojna në një muzik. Tani, kena mi hek gjanat për i bredhit edhe kam plan që të dho me pastru. Njëjtën kohë kam plan edhe mi hek krejt këta kauq, që mi thonë, po kauq është mi thonë, edhe me pastru për fundi, se arsyeja është që Alga i ka gjujt ti për shumë lojna për fundi. Nuk e di qysh arrit, se për mas nuk ka qysh, ama për fundi, ka plot, definitivisht ka plot. Po nejse, ta gjoj një muzik që më konvenon, edhe tani vazhdojmë. Të njëjtën kohë, harrova me thënë që është ora 8:15, edhe kam kohë nashti deri në ora 12 me pastru, nëse jam e motivume deri atëherë. Se arsyeja është që sot kam shku mi ba qërpekt edhe vetullat, ashtu Leslie brow lift, çdo që thuhet, edhe kam e dal me Albanin. Kështu që vetëm thash hajta t'ja nisi se në është nisër, po thame përfundoj. Tash nuk e di. A mu këshyremi. Derisa t'ja nis muzika, na t'ja nisim me hik gjanat nga bredhi.
Pra afërsisht e kum ditë që ka lojna për funi kauçet, ama mas kauçet nuk e di se çish i ka gjujt, tash jo kallzoj. Do më thonë kjo gati krejt kafshët e veta i pas ka gjujt, që të 1, 2, 3, 4, 6 kafsha, në limon, edhe 3 ngjyra, edhe një kom, një barbikës. Next day. Hello! Sot është dita e dytë, në fakt me radhë, zotit është dita e tretë, ama e dyta që jena të pastru edhe definitivisht punën më të madhe ma ka marrë punën më të madhe e ka në fakt dhoma kurrina, që të mos e pata brellin. Tani numër 2 e definitivisht e krashit kuzhinën se ka ma shumë vend edhe me thënë drejtën asnjëherë nuk e kom shik kështu fell, po mendoj e kom shik si për shembull, një herë që ta e kom shik, tani një herë tjetër e kom shik qatë tjetrën, nuk i kom hirën kështu asnjëherë. Kina është kogja e nalt, unë jam 1.71, edhe kogja është e nalt, edhe me thënë drejtën nuk kam najt shkam ma praktik. E kam qëta talgës, se nuk më mri ata të fundit, edhe ishallah nuk më qëshan. Horuna. Edhe ma merë me nja që kina mjafto shumë gjana për me gjujt, ma merë me nja, po hajtë njerë tja nisemi tani, ta shojmë se sa bërlok kam në fakt. Ishallah, numër 1 nuk më qënë që kësh kam.
Numër 2, janë qoha qëtë një dritë për me më pa ma mirë. Edhe, në fakt, jo e dini që unë nuk kam shumë nuk kam shumë a mo kam qef me konë ashtu krejt gjonat për mujt me i po pa mush platin. Me thënë drejti nuk kam qef shumë kosh gjonat tjera që kam qef me pas shumë, a mo seriozisht ju, sidomos mas jena vetëm na 2,5 njerëz, Sal ka ma shumë në qirë dhe nese, me full realitetit vetëm une jam. Sal bane hanë forë, kështu që dëshish edhe qëto që i kam ka jarë më doken shumë e të prune. Po, tash kina mundu mi hik sa ma shumë gjana. Ka do gota pa lidhje që i kom ble dhe që më nuk i kom përdor ato i qaj në furë, sa atje gjithmonë vynë dhe gjithmonë thejen. Kështu që 2 milion vetëm ashtu sets edhe bash strikt që bashkë vynë. Ka që tha shumë gota, kështu që edhe do gjana pa lidhje, kështu që sot kina mi hirë rend. Pa hajde mos folim ma shumë se kina edhe 2 dhoma gjumit edhe banjo, nëse mrina edhe balkonin, amo nëse mrina. Qëto besoj që ka mas shumë ti bërlog, pa hajde ta pastrujmë. Kena mrite vendi im i preferuar, sepse këtë është ai ushqimi krejt i shëndetshëm çka e përdori one zakonisht, edhe plus nalti kena aparatat. Për shembull, tosteri, Nutri, kjo air fryer e qësësane. Kështu që hajde sa tash krejt atyre nitimi, edhe jam të bëmen me bëna renim pak ma të mirë, se që qëto kur për lypin e san të merë i zotit, dhe më thonë. Vetëm po bëjme në ashtë prej shtushit mi ndru që atje, mi pas ashtu pak ma kollaj mi po. S'kam shka me menu se është ideja mirë, s'po di. Hajde ta provojmë.
Në fund ja u kthej kamerën me po krejt se që kom rëndit edhe më thonë ma shumë po më pëlqen që shto. Pa qëllim kalova të këto fiokat poshtë, se më vyti diçka për me shti që të mi mush këto teglat, kështu që hajde ta të kalojnë që aty, se edhe ashtu kështu janë fiokat kogja ma të vogla se atje ama janë ashtu të thellta. Sa I përket kuzhinës, përfundimisht nuk kam vetëm pllakat me fshi edhe eventualisht marimongat. Edhe tani e bëj një pauzë të hoj buk, edhe tani rikthehemi. Okej, pauzën e kryta, tash ja u kthej kamerën se këtu poshtë nuk ju po marrë me veti, se ashtu kështu në ngushtë edhe nuk ma merr mendja që kishim mujt me pa në sen. Kështu që hajde t'ja kallëzoj një ka një, e derisa sa s'ja kemi vazhdu banjos. Këtu I kam ato që I përdori une, pem edhe peri, në fakt vetëm pem. Kam do ujë që tonë e lash muftof për maqen. Lipiskat e algës mase I kena shumë gjona prej vitit të I që I kanë bo dhorot njerës
shumë janë mbledh, i lash atë. Tani fioka e parë, ideja sa po i kujtohet, edhe në fakt nuk e dija ju ku kallëzu në fillim, se në çfarë gjendje u kanë se ka pas shumë, jo shumë, po ka pas e dyta tanjirat, ngjyrat edhe fërterat, edhe kjo është pjesa jeme, krejtë e jeme, sepse pjesa e kafës, nalt janë ato gjëra që i hajune që më vynë si shpejt me nxjerr, edhe nalt i kam vetëm keset edhe litrat për me pjek. Tani nalt i kam aparatat, edhe këtu poshtë çdo ilaç të algës që aja për imunitet, edhe poshtë janë shkurqe pesheni, shpageta makarona dhe plus keset i lash anena, dhe më thënë këtë pjesën faktikisht unë nuk e përdore, ama për shembull për albanin, për algën, po. Frizin e urrej, nuk e di pse e urrej thjesht me au kallëzu, kështu që kalim te nargilla, dhe më thënë aty kam shijet, kockët edhe nargillën. Edhe këtu janë gjanat për pastrim, që i përdore rrallë, nuk i përdore dhe më thonë çdo ditë. Tani, fioka e parë me lugë e bilushke, e dyta me pajisje, pak më të mëdha që nuk muj për shembull çdo krejt me i lanë. Edhe e treta është fioka e algës, gjana që i han algushi kështu, si snacks, si sene. Edhe poshtë i kam krejt kërpat, këto vetëm 2 të ngjyre edhe i lash të ngjyre, hajde dhe tëpsia, edhe i lash këto tortillat edhe qëta këmpirat i laj, këto zakonisht. Veç ju kanë zoha që e fshin në podin marimongat e krejt edhe plus e shtrova të pijen, kështu që kuzhina u kry njëherë për njëherë. Shumë shpejt kam ja ba goodbye qësaj të pije, kam e gjetë në tjetër, kam e ble, ama deri atëherë, nejse ju marrë me vetë 100%. Erdhëm në banjo, me fshi banjën, edhe nuk e di interesant është se çdo herë kur t'ja nisi me fshi banjën, ja nisi për këtij xhamit tush kabinës. Harrova një qitë, këmë e morë pa hajt tash kthehemi e morëm. Kam plan me bëni ndryshim qëto, po nuk di se çka më thon. Po mendoj jam e sigurt 100% që më bëni ndryshim, edhe ka sa pa lidhje, kështu që ta shohim në fund se ç'është po duket, e na hajde t'ja nisim me pastro, vetëm shkoj ta marr çikën. Seriozisht harrova me thënë që një herë në fakt e qes shkumën në vetë shole, edhe tani e vazhdojmë kabinën. Shimin e radhës që po du me ba është me i largu qëto produktet skincare të mijat, se bashkë qëto për mi vetë si shole shumë palidhe, po më shkojnë nerva dhe përdeni se qka përdu me thonë, ama njerë të është të minu që qëto, s'po do këtë të është të minu këtu të dritarja, ama njerë të pasrin dritaren edhe tani mundem ja nis mi ndryq.
Ata që unë do shta me ndryshu është me hek që qëtë plastik dhe qysh too much, shkurt shqip. Edhe mi shti që ta dhe tani me fut përfumin. Ashtu për mos mu do, dhe më thonë ta shohim a muj me në fakt kam në zanë që ta në këtë cenën. Hajtë thuni që s'jam baksos, ju lutna. Njerëz, banjën e pastrova, ama ja u kallëzoj përfundimisht pak ma vonë. Do është njerë që të dhomën, se nuk kam shumë kohë, është ora 11, do është njerë që të dhomën e algës me regullu, sidomos që të lujnat me apalu, edhe besoj që ajo pjesë nuk është që ju interesant, kështu që ne jemi pak ma vonë. Hajde sa nuk ja kum nisë dhomën e algës, po më ja kum nisë ama me ju bashk, t'ja u kallëzoj banjën që ka kum bo krejta. Okej, numër 1 e pas që këtë cenën e kum hek këtë plastikën, ama për fundi nuk me zuni që këta, që kjo vetëm e problem, kështu që e lash që shto përgjysi njërë për njëherë. Këtu i qita do poca edhe të njëtën ku po kombinohet në gjyra, edhe në fakt edhe dizajni. Produktet e mija, pëshkirët, edhe produktet tjerë dhe që kallëzova që i kom palu krejt, të Albanit, mijat gjitha dhe plus që ta hanë gjitha qëto se i sholla mëre nuk e di, edhe zani qiri, edhe shkurt qip është krejt pastërve që kine pa dhe të shkabinën që e kom la, kështu që vazhdojmë të algushi. A few moments later. Ka kom bote algushi, fillimisht drejtarët i kom fshin, se disha që mas nuk muj me i fshin shkaku i këtenve lojnave këto. Tani pak ja kom dru vendin lojnave edhe më palu krejt për shamo ja kom do. Këtu i ka kafshët, këtu i ka pak lojnat më të mdhaja, këtu i ka iPad-at, telefonat, librat për me vizatu, mëngjeros, edhe këtu mix. Topat, edhe këtu janë zakonisht lojnat dëbuta, me thonë që është edhe kerat. E tash tu e këqyrë që të dhomë, po ta shumë plane me andru vendin, po njerë t'i fshim marimongët se veç pesha një koka, edhe ta provoj dishka me kombinu, shkaki qësaj pasqyrës, që qësaj temës, se që kjo që të që po duket pak, ape vreni, nuk po më pëlqen. Kështu që të kombinojmë nejsan.
Ja u kallëzoj tash këtë dhomën e algës që kom pastrua dhe që kom rënit në fund. Edhe tani shihemi nesër se më ka ardhur koha me bë një video tjetër. Edhe duhet më përgatit edhe të njëjtën kohë kam edhe korridorin hala, kështu që hajt ja u kallëzoj. Si të hin dhomë është tavolina jeme. Edhe që të pasqyrë nuk e kam idenë mo se ku me lanë, kështu që vendosa që aty, kur pa përtesha e algës, lojnat ja u kallëzova, dallapi e algës, komoda e jonë, edhe kjo është komoda jeme. Qëto pak më duket si barnatore, ama ata që nashtë nuk ju kom thënë kur e kom bë home tour, është që kjo dhomë nuk ka më do keq kështu, deri kur t'ja nis alga me flet vetën. Kur t'ja nis alga me flet vetën, normal në këtë dhomë, në këtë këto gjanat e mia kam i qitë në dhomën tonë të fjetjes, edhe tamam ashtu kam e kanë bash dhoma për fëmijë, me thonë që ashtu. Që kjo është vetëm për një kohë të shkuar, ama njëherë për njëherë le të jetë qështu. Na shihemi nesër. The next day. Dhe finally kena mrit e fundi. Kena sot me palu dallopin. Jemi nuk është lesaj të lovitën, sa është i Albanit. Kësja nisër me dallopin Albanit, ama ata që doshta me u kallëzu, është që kjo karton, që e kom po dikon në TikTok, një grua qika, nuk jam e sigur, nuk po më kujtohet si shumë, që në bazë këti kartonit, do më thonë, me formën e kartonit, i palon tishat, edhe duken ekstrem mirë, tamam si në për butika. Albani, me thënë drejtën, është asi tipi që e mon vetën, spritën 4 herë në ditë mu la, nuk e di mu lickov, jo parfima, jo si sene, ama kur të puna te dallapi, katastrof. Do më thonë, automatikisht pifshin krejt këto gjana tjera kur t'ja shoh dallopin. S'ka shumë komplekse që kur të përgatitet me shku dikon, ndrohet 500 herë. Do më thonë, unë e veç jam trans, definitivisht. Hajde të palujna qëto tisha. Okej, ato tishat poshtë kënë tishat e punës, për që unë nuk i dha shumë vëmendje, edhe mi palu mirë, kështu që të shkalim të ona jeme, cila nuk është aq keq. Përveç që të në trener ka veç që çdo ditë gati, ishë normal, këto s'kanë që shme kanë palune. Pasi që veç i kom loj gjamat, i kom shenjë në gjdo dhomë, tha shajt edhe qëtu, që ja bëj dzidz, qëfar kohë e mirë jashtë o sot,
Gjëra me nejtë mrena. Në fund çka na ka met është me ndru tishat e shtratit tunat edhe të algës, me fshim plunin, marimongat, edhe podin me la. Okej, dhe kjo është dhoma përfundimisht, vetëm që duhet mi la edhe ato përmiqe i qes edhe jastikat. Mirë që i lava edhe dritaret, edhe dallapin këtë e paluva, po edhe besa shtratin e algës e ndruva. E tash, koridorin unë e kam kaos, ama unë po e laj që tonë, nuk po ju marrë mo me veti. Kështu që next time na shihemi shumë shpejt me një video tjetër. Bye bye.